Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala. Vazhdojmë tutje vëllezëruar me pjesën e mbetur të emrit Allahut El-Wahidul Ahad. Dhe kemi marrë në pjesën e parë kuptimin e këtij emri së bashku me disa pika që mund të shërbejnë për ndikim dhe përmirësim tek ne në jetën e përditshme. Dhe kemi përmendur se emri Allahut El-Wahidul Ahad ndikon tek ne në shumë aspekte, por e veçanta asaj është që spaku të na e përmirëson cilësinë e adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jalla dhe cilësinë e tij, duke e ndërtuar këtë cilësi në sinqeritet dhe pasim të denj ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke u larguar nga çdo defekt dhe deformim që ka psuar edhe sinqeriteti dhe pasimi, që ta kthejmë formën e duhur sinqeritetit dhe formën e duhur pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë kjo njohje, gjitha këto informata, gjitha këto që po i marrim, e formojnë besimtarin, e ngrejnë në një nivel caktuar, i ofrojnë një lloj bindje caktuar, disponimi, e që nuk ka mundësi t'ia ofron tërë këtë askush përveç se tauhidit, besimit të pastër në Allahu xhalla xhelaluhu. Çfarë duhet të arrihet me tërë këtë? Ku duhet të arrijmë me tërë këtë që kemi marrë? Dua që ta përmendi një fjalë që ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah me disa shembull nga jeta e pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. Nga se sikur që ka dhe më herët, bindjet e caktuara që i ka besimtari, njohuritë e caktuara që i merr, ati i shfaqin pamjet e caktuara. Nga se dija çka është? Dija është ndryshim pozicioni. Prej këtu të bardh këtu. Në sen që nuk e pas mundësi me e pa, bindje të bardh në nivel që tash ki mundësi me e pa. Apo? Kjo është. Nuk e ke pa sa e mirë është kjo, se ke ditë. Bindje të ka bardh në këtë nivel që me e pa sa mirë kjo. Se ke di sa është e keqe kjo për shkak se ka nivel të ulët, apo dija të ka ngrit nivelin e dur dhe ke pa sa është e keqe kjo. Prandaj informata, dija, njohuri që i marrim na bartin në nivele të caktuara që të shohim pamje të caktuara. Dhe pamje që po flas për to nuk kanë të bëjnë me pamje të natyrës. Apo janë pamje. E tash në çfarë detimi janë këto pamje varësisht nga dija dhe informata. Por pamja më e mirë dhe më e rëndësishme që duhet na shfaqet është pamja në drejtim të brendis ton, me pa veten ton, dhe pastaj pamja në drejtim të adhurimit të Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe nuk ka mundësi me e kristalizu këtë pamje asgjë më mirë se emri Allahut El-Wahidul Ahad. Me një fjalë, besimi i drejtë në Allahun xhallahu ala dhe njëshmëria ndaj tij dhe pohimi dhe mohimi që duhet ta bëjmë me tëra që kemi thënë më herët. Ibn Qayyim rahimullah i përmend këtë pamje dhe thotë kështu: wa bihi mashhadu at-tauhid wal amr. Me këtë që na folëm për të, besimin e Allahun xhalla xhelaluhu, njohja e Allahut te bareka o taala, thot shfaqet pamja e tauhidit edhe emrit. Çka është tauhidi dhe emri? Tauhidi është ajo që folëm më herët, ahad, wahid. Ta njësosh Allahun me plot kuptimin e fjalës, me fuqinë e mohimit dhe fuqinë e pohimit. Asa el-amr ka të bëjë me atë që ky që te ke njësuar të ka ngarkuar me te. Feja ti, ndalesat, obligimet, detyrat që kemi ndaj Allahut te bareke o taala. Kjo pamje, thot fejeshhedu infirade Rabbi el-Khaliq. Fillon besimtari që të shë, do të thot infirad, veqimin e Allahu xhallahu ala, vetëm ai është i vetmi, do të thot Rabb, ai që kujdeset, ai që i ruan dhe ai që i krijon të gjitha krijesat. O nufu dhe me shi e të hi, dhe gjenë gjithashtu edhe
zbatueshmërinë e dëshirës së Allahut azza wa jall. Atë që ai don, ajo ndodh. Dhe lidhshmërinë e të gjitha krijesave dhe tërë asaj që ndodh, do thotë me vendimin dhe gjykimin e Allahut azza wa jall. Këta që ka ndodh është me gjykimin e Allahut xhallahu ala, nuk del jashtë kësaj. Dhe gjithashtu vren dhe bindet se çdo gjë shkon në bazë të një shkrimi të mëhershëm që Allahu e ka shkruar përmes atij lapse që Allahu i ka dhënë urdhën. Të mpame që i shfaq tauhidin. Apo e sheh fillimisht se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut xhallahu ala. Nëse veç ta çarçoj edhe fill një herë tauhid dhe emër. Se këtu më rëndësi, apo Allahu thot ala lahu al-khalqu wal-amr. Allahut i takon dhe ai është i vetmi që ka krijuar. Dhe përmes krijimit tu e ka pohuar tauhidin. Dhe përderisa është i vetmi që ka krijuar, është i vetmi që i takon të ngarkon dhe detyron krijesën e tij me atë që ai don. Apo pra ne në raport me Allahun xheloi kemi dy gjëra që duhet me i pa mirë. Apo njëshmërinë e tij në çka shfaqet. E që është krijimi, e fuqia, e pushteti, gjitha këtu. Dhe e dyta, feja që me të na ka ngarkuar dhe na ka detyruar që janë obligime dhe detyrat që vinë si pasojë e këtij pojimi se ai është i vetmi që meriton të jetë Zoti. Dhe kjo është e lidhshmëria natyrshme. Po njerëzit kanë auto i kanë nda. Ja kanë pohuar Allahut azza xhel krijimin, sundimin, furnizimin, por ja kanë mohuar të drejtën e obligimit që nuk kupton detyrat, ndalesat. Dhe kjo ndarje është ndarje më e tmerrshme dhe më mizore e mundshme që ka mund të ndodh. Andaj Allahu thot ala lahu al-khalqu wal-amr. Ati takon krijimi dhe krejt çka ka të bëjë me krijimin, jo vetëm krijimi. Po në krijim çka përfshihet? Pastaj edhe kujdesi për të krijesa, edhe furnizimi i krijesave, edhe përgjigjja nevojave të krijesave, edhe mi pas në kujdes dhe kontroll të krijesa, e shumë të tjera që vije nga fjala al-khalq. Ati i takon tërë kjo, wal amr, dhe ati i takon emri. Ati i takon me tregu çka ka më bë ky krijes, çka ka më bë kjo krijes, ati i takon. Dhe besimtari duhet me pa këto pamje. Bukur. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, përmes tauhidit e sheh se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut azza xal. Çdo gjë shkon në bazë të një urtësie, çdo gjë zhvillohet në bazën e caktimi të mëhershëm. Dhe s'ka asgjë rastësisht, s'ka asgjë befasishëm për Zotin xhallahu ala, që duhet me pa. Nuk ka asgjë jashtë dëshirës së tij, nuk ka asgjë jashtë gjykimit të tij, nuk ka asgjë jashtë vendimit të tij, nuk ka asgjë pa lejen e tij, nuk ka asgjë pa dijen e tij. Krejt ndodh, tëra ndodh me lejen dhe vendimin dhe gjykimin e Allahu te bareka ve taala. Dhe sa kur ti kthehet emrit, emri e kuptuam çka është feja e tij. E kuptuam është obligimet, detyrat, ndalesat e këtu me radhë. E këtu çka? E këtu thotë Ibn Qayyim rahimahullah, është irtibat al-jazai bil a'mal. Është se si Allahu xhallahu ala në këtë rafsh e ka lidhur në mënyrë të pandashme shpërblimin me veprat. Nuk e ka lidhur shpërblimin me asgjë tjetër, apo as me emër, as me kohë, as me vend, as me asgjë. Allahu e ka lidhur shpërblimin me vepra. Dhe këto me ditu njeri i shfaqin kuptime me të vërtet shumë të rëndësishme. A është tek të tjerët shpërblimi detyrimisht i lidhur me vepra? Dikun tjetër, të në i zot tjetër pas Allahut. Ka zotat shumë, apo? Që njerët i adhurojnë pas Allahut azza xal. A është tek të tjerët detyrimisht i lidhur shpërblimi dhe dënimi me vepra? Askund nuk është sikur tek Allahu xhallahu ala. Askund. Kjo është mrekullia e kësaj. Se Allahu te bareka ve taala i ka krijuar të gjithë dhe të gjithëve u ka dhënë shansën e barabartë që të fitojnë për Allah xhallahu ala, pa dallim. Nuk e ka privuar askën ndaj dikujt. I ka thënë njeriu ndoshta më të parespektuar në botë, nëse më adhuron të ngris. I ka thënë njeriu më të respektuar në botë, nëse më bën shirk të uli. Me vepra është kjo lidhur atë. Ai kjo është drejtësia e Allahut xhallahu xhelaluhu. Kjo është ajo pamja
mahnice që është në bindë dëshirin ndaj Allahu xhallahu ala, që është besimtari në emrin e Allahut azza wajal. Obligimet e Allahu xhallahu ala, të gjitha këto janë të ndëlidhura me shpërblimin. Nuk I ka ndëlidh Allahu xhallahu xhelaluhu veprat drejt për drejt me pushtetin e tij. Subhanallah. Edhe pse I takon, unë jam Zoti, ki me I boqit punë, çfarë s'ki atë. Apo edhe s'të paguaj për këtë punë, edhe ka drejt. Po se ka lidh me këtë Allahu. Krejt me çka na ka ngarkuar, nuk e ka lidh me fuqinë e tij ndaj neve. Nuk e ka lidh me pushtetin e tij ndaj neve, por e ka ndërlidh me shpërblimin që e ka përgatitur ndaj neve dhe me dënimin që nuk po do më na quaj atje në ka këtë vepër. Andaj është el-Wahidul Ahad. S'ka kështu kur si Allahu xhallahu ala. Askur s'është. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, fa shuhuduhu tauhid ar-Rabbi. Andaj besimtari kur tjetë dëshmitar I këtyre pamjeve, I këtyre fakteve, se Allahu xhallahu ala është ai që veçohet me krijim dhe veçohet me vendim dhe gjykim, apo nuk ndodh asgjë pa lejen e tij. Dhe çdo gjë zhvillohet dhe ndodh dhe ngjan me gjykimin dhe caktimin e Allahut azza wa jall. E këtu është ajo që na pikë fillojmë më parë. Thotë Ibn Qayyim ndajë vëllai nderuar. Ka se dëshojmë tauhid praktik, dëshojmë ndikimin e emrave të Allahut tek ne praktikisht. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, kur besimtari të shfaqet drejt, na po flasim për shfaqje apo për pamje të kristalizuara, kur ati thot I shfaqet dhe e sheh qartë se Allahu është një dhe I vetmi në gjykim, në vendosje, në vendimmarrje, në këtë ato që ka ndodhur në këtë botë e tëra I kthehet dëshirës së Allahu xhallahu ala. Nuk ndodh asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. E tëra është me caktimin e tij. E caktimi I tij është I ndëlidhur me diturinë dhe urtësinë e tij. Shiko këtë lidhje. Kur kët e një besimtar, thotë Ibn Qayyim rahimullah, yaftahu lahu atara I hapet një derë. Shiko një derë që deri tash nuk e mbyllën ato. Çfarë është kjo derë? Thotë babul isti'adhati wa dawam al-iltija'i ilayhi wal iftiqari ilayhi. Dera e al-isti'adha, e strehimit të vazhdueshëm tek Allahu xhallahu ala. Dhe e përulës ndaj tij dhe e ndjenës së varfrisë dhe nevojës së pashmangshme që ka për Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala na thrat duke thënë antumul fuqara. Ju jeni fukarat, ju s'keni kurgjë, apo? Nërsa Allahu është ai që është el-Ghani, apo? Po njerëzit a ndin këtë varfëri për Zotin sot, fatkeqësisht në shumicën e rasteve jo. Nuk e ndin këtë varfëri. Njerëzit sot janë shumë afër pavarësisë se sa varësisë. Apo ndaj Allahu xhallahu ala. Më tepër ndihen të pasur, në të kuptim të panevojshëm për Allahun, se sa që janë të nevojshëm për ta. Apo? E për mos të mbetet kjo derë e mbyllur, po gjithmonë të ndim vetën se jemi të varfër. Jemi të varfër për Allahun xhallahu ala, nuk mundemi pa ta. Hapet kjo derë me këtë lloj të tauhidit, me këtë njohje. Babul iftiqari. Thot Ibn Qayyim rahimullah, e kur çelet dera, vëllai kjo është hartë, këto janë rreshta të shkurt, po kjo është jetë. Kjo është projekt I jetës, apo që besimtari punon këtë drejtim. Shikoj këtë renditje. Apo thot Ibn Qayyim rahimullah, apo thot mashhadu tauhid. Pamja e tauhidit kur shfaqet me këtë kuptim, apo e ja hap derën e një pamje tjetër, me pas sa I varfër një për Allahun xhallahu ala. Pse? Po ti për kur gjë I shkret zvendosti, ti kur gjë zvetesh të heq ato. Absolutisht, edhe për to që ta mërmena që I vetës edhe aty zvetës heq. Apo? Krejtje ndorë ti, krejtje I ti, krejt që ka ajt danë banë me ty, apo? Krejt është e ti. Të hapët kjo dirë, edhe ata që dërë me bo me ty, së më bëj me ty kur që posa ajt që ka ajt danë. S'ka mundësi. Kjo është bindje. Kjo s'ka të bëj me argumentat, me fakte, kush kujt pja mund, kjo është realitet.
i pashmangshëm. Apo, e kur këtë e dim besimtari i hapet kjo derë, që vetëm pe Allahut kërkon mbrojtje dhe ndihmë aftën. Edhe e kupton se vetëm pa Allahun s'bën. Apo, sot njerëzve që ka hapë kjo derë këtë, vetë gjysa kërë, dikujt ma pak, apo, e fillon me mënu se filoni me dasht, kjo me dasht, kur më veç Allahu me dasht bëhet aftën. Sebebit të tjera, unë s'po flasë në rafsh sebepeve, po flasë në rafsh të një, veç aj. Apo, vetëm Allahu Gjallaj Gjellalu aftën. Thot, i hapët dera e varfris dhe Allahu Gjallahu Ala dhe varsis dhe nevojës së madhe që ka për te. Tash kjo ishte e dyta. E para, apo tauhidi i qilet kjo dera. E kur qilet dera, thot Ibn Qayyim rahimullah, pastaj, thot, wa dhalike yudnihi min atabetil ubudiyya wa yatrahuhu bil babi faqiran ajizan miskinen, la jemliku li nefsi darren, wala mauten, wala hajaten, wala nushura. Dhe kjo e afron tek pragu i adhurimit. Dhe e hudh, që ka thot i më kemi jetrahuhu, tarhësht me e gjujt i shkapta. Apo e gjun, e hudh tek dera e varfris të Allahu Gjallahu Ala, në qëfar forme gjuhët tek Allahu të shkë njëri aftan. Nëse kanë arrit njerëz tek dera e adhurimit, apo por fatkeqësisht, apo në formime jo të duhura. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, kjo renditje dhe kjo pamje yatrahuhu e hudh tek dera e adhurimit ajizan. Ajiz është dikush që s'ka kurrë çka më bëj. I hudhët Allahu Gjallahu Ala në sejdë me bindje se unë kurrë s'm bëj. Miskinen, apo i shkret dhe i ngrat për Allahun Gjallahu Ala aftën. La jemliku li nefsihi, i bindur se s'ka kur gjëndorti, la hajaten, as jetë, wala mauten, as vdekjen, as darren, as nefan, wala nushura, as në dobin, as damin, as ringjallin, as kthimin, as jetën, as asgjë nuk ka. Këtë i ka të që i Zot që i ka ra për para dhe ju ka gjujt aftën. Që kjo është adhurimi. Që kjo është tauhidi, ai i cili të përull për Allahu Gjallahu Ala, përullje e cila shkakton disa procese të brendshme që e ndryshojnë qasën e njeriu ndaj adhurimit. Apo dhe kësaj radhe nuk vihet tek dera e adhurimit me ndonjë mendje madhësi. Nuk vihet tek dera e adhurimit me ndonjë mashtrim se ka bëu diçka vet. Nuk vihet tek dera e adhurimit, nuk troket në derën e adhurimit me vetpëlqim. Jo, por troket kësaj radhe në derën e adhurimit si një i shkret dhe i ngrat që kanë bet jashtë, por nuk ju hap dera vaj halli për të aftë. Kush kështu troket në derën e Allahu Gjallahu Ala, para na namaz njeri me trokit në derën e adhurimit, apo trokitje sikurse troket fëmiu që kanë bet jashtë shtëpisë së tij, i vogël, i pambrojtur, i pastrehuar, e din se nëse nana nuk ka qel derën, vaj halli për të nga rrezikët e rrugës aftë. Edhe me këtë bindje më drejtua Allahu Azza wa Jall, se ajo është i vetmi që ka mundësi këtë derë me qel. Ajo është el-wahidul ahad. Askush nuk mund ta qel derën. Krejt krijesat bashkë më u bë, nuk mund ta hapin këtë derë, veç ai e hap. Ai e hap atëherë kur të sheh çuçi ka ardhur atë. Nëse dikush ka ardhur tek dera e adhurimit dhe në brendin e shpirtit ka një thërmi të ndjenjes se edhe po që s'hapet, kam kush ka s'ta hap kurrë atë. Apo kjo është problemi. Se njerëzit vinë tek dera e adhurimit dhe e kanë një ndjenjë se nuk e thot ai kët, s'pam që ai e beson kët, por është një përshpëritje pist e nefsit se nëse s'hapet tek e fundit, jeta s'mbaron këtu aftën. E po duhet më të mbaroj që të ketë për mua, po nuk më hap ai derën mua aftën. E që kjo është ai tauhidi që po kërkojmë, el-wahidul ahad. Çka është ndikimi i emrit të Allahut azza xal? Të na bjen tek kjo derë, të na gjunzon, të na porul tek Allahu xhallahu ala ajizan. I paaft, i pamundshëm, miskinen, i shkret, i ngrat, pa kërkon hiç, pa asgjë fare nuk ka, tërësisht i varfër, komplet i varfër për Allahun te bareka ve taala. La yamliku li nafsihi, edin që kurrë s'kam në dorë, wallahi, as jetën se kam dorë, as dekën se kam dorë, as dobin se kam dorë, as dëmin se kam dorë, as unë për veten time, e as kush për mua se ka kët, absolutisht. Pas atij që i ka marrë tek dera dhe po e los, më hap derën e adhurimit atë. Kjo është pamja, thotë Ibn Qayyim rahimullah,
tauhidit. Tash thot tjetra, wa shuhudu amrihi. Shuhudu tauhid e pam. Apo pamja e tauhidit e ka këtë zhvillim. Apo 1, 2, 3. Ai përmenëm 3 nivele. Wa shuhudu amrihi. E në momentin kur besimtari do thot i shfaqet pamja e fesë Allah xhallahu, që nuk kupton urnat, ndalesat, emrin e Allahut, ato që ai ka bu emër, ato që ai ka urnuar. Kur këtë e mediton, kur këtë e sheh, çfarë pamje të ashtu i shfaqen, çka i del to aftë. E pam kur e shikon tauhidin, çka i del. E kur e shikon emrin, urnin, çka i del. Thadi Ibn Qayyim rahimahullah, kur e sheh urrin e Allah xhallahu ala, dhe ndalesat e Allahut, wa thawabahu wa iqaba, nga se tham veprat janë lidhura me thawab dhe me iqab, me thawab dhe me dënim. Kur këto i sheh besimtari i shfaqen para veti, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, yujibu lahu alhamd. Hapi i parë është falërimi i mandë Allahut azza xal, se me çka të ka ngarkuar dhe me çka të ka obliguar. Dhe me çka të ka përzgjedh për me shpërbly Allahu te bareke ve taala. Në momentin kur Allahu të ka bërë nga ata që po dënë me obligu, apo a i këti ka obligu, po flasë në kuptim të praktikës, ata që i ka bë Allahu xhallahu ala të përshtatshëm për ta bartë emrin e Allahut azza xal. Nga se jo të gjitha krijesat janë të përshtatshme për ta bartur urrin e Allahut xhallahu ala. Apo dhe përshtatshmëria nuk është padrejti, dhe mos përshtatshmëria duhet të, por është ajo që njeriu është atë që njeriu i shërben kësaj përshtatshmërie dhe mos përshtatshmërie. Por ai që është i përshtatshëm, kur Allahu xhallahu ala të ka bërë nga ata që ti tashmë je duke e prit urrin e Allahut azza xal, çka po urdhnon dhe çka po ndalon ai, dhe të jetosh në hijen e kësaj detyre që e ka sill besimin në Allahun xhallahu ala, atër e para që duhet të rëvëtën hamdi. Edhe këto a ka defekt. Thash ka njerë që kanë arë të këdere adhurimit, por me njolla, s'qele dera. Edhe tek porta e adhurimeve, zbatimit të obligimeve, njerëzit apo nuk janë të gjithë të njëjtë. Jo të gjithë thunë, elhamdulillah që Allah në ka bu farz namazin. Elhamdulillah që Allah ka bu haram zinan. Elhamdulillah që Allah ka bu haram këtë, e kështu ma. Ama falendërim nga thellësia e zemrës që Allahu xhallahu e ka bu këtë obligim. Elhamdulillah që Allahu na ka bu obligim Ramazanin, e cili po na vjen, Allahu na mundson me arrit me shëndet e me të mira, me kry sikur se duhet, me mëkate të falura, me ibadete të pranuara tek Allahu xhallahu ala. Andaj, elhamdulillah, falenderojmë Allahun për subhana, për urdhnat, ma tepërse që e falenderojmë për begati që Allah ja ka dhënë atë. E falenderojmë po për pasurinë, për shëndetin, për fëmijët, mi po falenderimi për urdhnat që Allah ja ka mundsuar me këto urdhna t'i afrohet atij, dhe t'i mundsohet arritja e shpërblimit të Allahu xhallahu ala dhe ikën nga dënimi i tij, për të është begati e posaçme dhe veçantë. Andaj kërkon një elhamdulillah të posaçëm dhe të veçantë nga ana e këtij për Allahun xhallahu xhelaluhu. Po shikoj, kjo renditje, thotë posa ta sheh emrin, posa ta sheh urdhën e ndalesën, thotë elhamdulillah, yujibu lahu alhamd. I më thotë yujibu, patjetër, s'ka rrugdore të pasmon, elhamdulillah. E pasaj thot o tashmir, mas saj vjen e dyta, apo cila thot dhe një nxitim dhe vrapim, apo i pahamendur për të zbatuar atë që Allah ka kërkuar, apo wa badl al-wus'i, dhe dhënien e mundit maksimal, wal qiyam bil amr, që ta çon vën urën Allahut azza xal. Shikoj këto tria, do të vjen matutja ende, se kjo po them këtu në pika, do kjo hart. Apo do të thotë kur besimtari takohet me emrin e Allahut azza xal. Emri është obligimi dhe ndalesa. Feja e Allahut. Takohet me ndonjë dije, informat, kërkesë që në bazë të saj e kupton çfarë ka kërkuar Allahu prej tij. Kur këtë besimtari takohet me të, e para është elhamdulillah. E dyta është pa hamendje, s'ka hamendje, me herë zbatim.
E treta është shikoj Ibn Qayyim rahimahullah, badhlul wus'a, dhënia e mundit maksimal për ta zbatuar, jo sikur se ndodh sot dhënia e mundit maksimal për tu arsyetuar dhe për të ikë nga zbatimi i urdhit të. Dhënia e mundit maksimal për ta arsyetuar bërjen e haramit që Allah e ka ndaluar. Duke përdorur lehtësime të ndryshme dhe arsyetime të lloj-llojshme se ai bën pjesë në ata që Allah i ka liruar nga kjo ndalesë apo nga kjo obligim. Këtë nuk e bën ai që ka pa mirë. Prandaj njerëzit që kanë kuptuar këtë punë drejt, për shembull, atë që kanë përmend disa raste Shubin al-Hajjaj rahimahullah, i cili ka qenë duke në shtëpi dhe ka ndëgjuar dy nxënës të tij jashtë shtëpisë duke diskutuar për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e një duaje pas abdesit. Vlerën e duaje pas abdesit, vlerë e madhe. Dhe ka dalë Shuabe rahimahullah, kur e ka njët nxënës duke thonë, ja ka dhënë një flakaresh apo. Atë kuptim se qysh po ai ka përjetu një mund të madh, një udhëtim të madh me mijëra kilometra për me e vërtetuar se a është për një meç që ka disa hi apo jo. Dhe ka treguar si ka shkuar në Kufe, në Basra, e ka shkuar në Medinë, në Mekë, është kthye. Kjo është me muj udhëtim, Allah nderon, me muj udhëtim. Edhe në fund e ka gjetur sa ditë është daif, sërsahi. Ka thonë le usahha hadha alhadith la kana ahabba shay'in li fi dunya. Çka ditë me kon sahi kërse me qenë sani më i dashur për mund dunja. Meni do, këtë sop me marr pas qëlloj sahi apo. Apo shikoj sa e kanë dashur me qëllu sahi apo. Na kanë që me qëllu diçka daif, apo veç jo për shkak se e kena vërtetu, po për shkak se me arsyetu neglizhencën dhe mospunën me ik nga puna apo. Këta se kanë pa mirë begatinë e urdhit apo. Këta se kanë pa mirë çka është me të obliguar Allah xhela xhelalu apo. Asa ata që e kuptojnë drejt këtë, apo i gëzohen, sa ma shumë ngarkohen nga ana Allahu te bareke ve teala. Do të thotë që se ka obligim, ky më apo vetë obligim, vetë që do të bëj pjesë na që Allahu më ka thirrë me zbatu këtë apo. Ose më largu nga kjo apo. Jo të bëhet të kundërta. Andaj thotë elhamdulillah fillimisht, pastaj tashmir, ju shemir, vrapan, nxitan pa hamendje, s'ka me mat apo me shikue me absolutisht zbatan urën e Allahut me shpejtësi të menjëhershme, pa u hamendur. Wa badhlul wus'a, dhe thot i jap mundin maksimal që ta zbaton. Ti jetë pjesë e kësaj ftese që Allah e ka thirrë. O ju që keni besuar, bëni këtë. Unë jam qëto. Ndoshta ka arsye që mos tjetë në këtë turm të ftuar për ta bërë këtë obligim, për t'u larguar nga ndalesë. Ndoshta ka arsye time. Por ai që këtë pamje ka para veti nuk don me hub këtë pamje, nuk don me nuk don që të shkaktohet zhurmë këtë pamje, don me pa të pastër, që të jetë edhe ai nga ata që janë të ftuar nga Allahu xhallahu ala për ta zbatuar këtë urdhë pa ndalur nga ndalesa. Po Ibn Qayyim rahimahullah, kjo është në raport me urdhën. Pastaj i kthehet vetes së tij aftë. Shikoj, kur e sheh urdhën, alhamdulillah, apo shpejtim dhe vrapim dhe dhënie mundi maksimal. Kjo është përballë urdhnit, që tash në kupton obligimin dhe ndalesën. Wa rujuu ala nafsihi, pastaj i kthehet vetes vet. Salam vetë vetë rahat. E çka thot? Bil-lawmi wal-i'tirafi bit-taqsir. Shikoj, thot alhamdulillah, shpejton me e kry, jep mundin maksimal, pastaj i kthehet vetes vet me qortim, apo se ke bo që shduhet apo. Apo se ke kry ato që ka kërku që shduhet, a e ka lip më mirë. Duhet herën tjetër më mirë t'ja bash. Duhet herën tjetër më shpejt ta zbatosh. Duhet herën tjetër më shumë mund t'ja bash. Jo kaq, nuk je gut sa duhet. S'ke shpejtu sa duhet. Ka hi ku e namazit, s'ke shpejtu sa duhet me nejtë gati. Ka ndalesa, s'ke shpejtu sa duhet më largu, pa ka dalë shku të gjysh, ma shpejt duhet. E kështë të më radha të. Bërë, taksir, i kthehet vetes të ti me një lloj qortimi për një mangësi të shërbimit. Apo mangësi, nuk është shërbim adekuat për Zotin xhalla xhelaluhu. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimullah,
Pas këtë saj, fejekunu sejruhu. Thot, atëherë në këtë rast, shndërrohet dhe bëhet sejruhu. Udhëtimi i ti ka Allahu Azza wa Jall. Na duke u thu ka Allahu Jalla wala, apo don udhëtim stabil dhe qëndrueshëm, që kjo rruga aftën. El-Wahidul Ahad. Me krejt ato që është El-Wahidul Ahad që kemi marrë deri më tani. Krejt ato që tu hinë apo. Krejt ato që kemi marrë deri më tani, atërimi është në këtë pjesë, në këtë fushë aftën. Fejekunu sejruhu. Atër udhëtimi ti ka Allahu Jalla wala bëhet në një rrugë që i ka dy ansora aftën. Bejnë shuhudil izzati wal hikma wal kudratil kamila, mes pamjes apo së një krenarie dhe fuqie dhe urtësie dhe dije të madhe, e që ishte e para e tauhidit, apo dhe mes pamjes tjetër që shfaq mangësinë e tij, që shfaq dobësinë e tij dhe që shfaq apo keqbërjen e tij, e cila i shfaq të metat e vetës dhe të punëve të tij. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, Allahu nderuar, Allahun e los na bën kësi robe atë. Thot fa hadha huwa al-abdu al-muwaffaq al-mu'an. Thot e që kjo është rob i Allahut i përkrahur dhe i suksesshëm. Që kjo që çështoj është tek Allahu xhallahu ala. Me këtë njohje, me këto shfaqje, me këtë pamje dhe me këto që i përmendën. Hadha huwa al-abdu al-muwaffaq al-mu'an. Që kjo është robi i Allahut i përkrahur dhe kjo është robi i Allahut azza xal, që Allah i ka dhënë sukses. Edhe thot el-masnu'i lahu, subhanallah. I ka shpejt interesant këta njerëz që kanë njohur Allahun xhallahu ala. El-masnu'i lahu, rab i krijuar për Zotin. E ka kriju Allahu veç për ta, për azit e të rafton. Se ka kriju as për dunja, as për epsh, as për kurgjë. E ka kriju Allahu rab i krijuar për çit punash veç. Për ta kënaqur Allahun xhallahu ala, për të ecë si duhet ka ai, për të adhuruar dhe për besuar drejt në Zotin xhallahu xhelalu me këto që i përmendëm ata. Alladhi uqima maqam al-ubudiyya. Të cilin Allahu xhallahu ala e ka ngrit maqam al-ubudiyya. E ka ngrit në jo gjendjen, po e ka ngrit në nivelin dhe pozicionin e adhuruesit ndaj Allahu xhallahu xhelalu. Wa dumina lahu at-tawfiq, dhe vetëm kësaj kategorie të njerëzve i është garantuar suksesi. Kjo është, do të thotë, ajo ndoshta pjesa që përbën objektimin dhe qëllimin e njohjes së Allahut azza xal. E shkurtuar me këtë ato që ka thënë deri më tani. Prandaj edhe nëse i kthehemi pejgamberit Allahut azza xal, do të shohim se ata i janë drejtuar Allahut me adhurim pikërisht me këto pamje atë. Shikoje për shembull Ademin alayhis salam, i cili me gjitha vlerat që i ka pas, e ka krijuar Allahu me dorën e tij. Është njeri i parë që Allahu e ka krijuar. Allahu xhallahu ka bërë që të gjitha me lajket e tij porulen dhe t'i binë në sejdë në shenjë respekti dhe nderimi. Apo gjitha këto ja ka bërë Allahu xhallahu xhelaluhu. Mirë po kjo, a ka bërë Ademin alayhis salam që mos ta shë atë pamjen e dytë të mangësisë dhe dobësisë? Absolutisht. Andaj për një gjuna, do nderuar, edhe ai gjuna nuk është i përmasave të sikurse më kon në udhë billah shirku ose më kon zinaja. Po është tek unë, është kundërshtim. Po është diçka e përmasave të kufizuar. Ka hangër një fred. Kush e më tepër? Ky ka qenë gjunoi vetëm i Ademit alayhis salam. Por si ka qenë adhurimi pas ti gjunoi? Ç'ka më rëndësi? Ka thonë Ademi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Shika Rabbana tauhid. O Zoti jon, kujdestarim, ku të më kthyna apat? Apat do të marrë të apat duhet të gjynjëzojmë dhe të përrurim tek dera jote. S'kam ku shkaj. Zalamna anfusana. I kena bërë zullum vetes tonë. Fa in lam taghfir lana. Nëse ti o Allah nuk na fal, wa tarhamna dhe nuk na mëshiron,
Lenekunenne, shikoj, lenekunenne. Subhanallahu, i ka përdorur disa pjesa të përforcimit, lenekunenne. Gjithsesi s'kam dyshje, as nuk dyshoj hiç në atë se do të jemi në khasirin. Për ato që kanë humb, kanë dështu, kanë mbet jashtë në rrugë i prezantuar dhe i shfaqur rreziqeve të shumta. Shikoj këtë për reflektim praktik të asaj që se kam deri më tani atë. Shikoj këtë pejgamber të Allahut azza xal. Nuhi alayhis salam, çfarë ka bërë Nuhi? 950 davet, o vëllai nderuar. Shikoj këtë investim të madh, këtë sakrificë të madhe, e shoqëruar me nënçmime dhe përbuzje nga më të llojshmet. Mlok kryt, shtini gishtat në vesh, nënçmoje, a më marr maste kur i kikta farfukara me vetja, gjithçka i kanë thonë. 950 vite të plota. Në fund Allahu kërkon prej tij me bëu diçka dhe e bën. E kryen në mënyrë komplet. Një kërkesë e tij që i ka thonë: "O Zot, biri im është familja jeme. Dhe premtimi yt është hak. Nuk pa e kontestoj premtimin, po nuk pa e kuptoj përjashtimin." Apo çka ndodhe që ky serr me munani, ky djalë jam kë? Çkaç? Apo Allahu xhallahu ala i ka thonë: "Mos u bëj ignorant." Apo mos u bëj ignorant. Mos u bëj nga ata që me jehel i drejtojnë Allahut azza xhallahu. E shikojnë surën Hud, ajeti 47, çka thot Nuhi alayhis salam për këtë, që kjo kon një ka thonë: "Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." O Zot, unë kërkoj prej teje që të më mbrosh dhe të më ruash nga kërkesa që e bëj ndaj teje pa dije. Unë jam jahil. Subhanallahu, Nuhi alayhis salam i përullt Allahut duke konfirmuar jahlin, ignorancën e tij për ballë dijes së Allahu xhallahu ala. Thot: "Wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin." E njëjta përfundim rezultat. Nëse Allah s'ma fal, dhe nëse Allah nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Humb veç për një kërkesë. A ndin ti Allah nderuar, dhe motrë nderuar, këtë frikë nga humbja si pasojë e 10 dhe 100 gjunave që i bëjnë për Allah xhallahu ala? Këta një kundërshtim ja kanë bërë emrit të Allahut azza xal. Një kundërshtim, dhe ai ka qenë për masë thash 8 kufizuara. Dhe kjo i ka friksuar te masë se mos zvall, kjo është shkak për të mbyll dera dhe për të thonë jashtë. Apo sa ka mundit të na mbyllë dera ditë Allah nderuar. Dhe ti thot dikujt për neve pret, si hala me i për te kësa dere të japëta. Apo? E si është tërkitja jo në këtë derë? A tërket në këtë derë, tërkitit ati që është në rrezik Allah, që s'ma hapë derë, unë e maraj, unë shkatërona, më hajnë e gërsinet e rrugës, duhet me tërkit në derë. Allah ndëruar, në qovë si i në rrugë, apo? Në rrugë. Dhe nështë ta një turm qesh të tërbuar, ose në një e gërsirë, është duke arë në timtonin, dhe s'ka derë të hapur. Si të raket me një derë shtëpis ato, si të raketi, e pëse nuk i njeti ata, nuk e din atë japin strem, atë rejnë kënë mrena, që ka bo, të s'din. Më nëndësi është që si të raket në derë me ta qelë derën, me shpëtu nga një e gërsin që ka mësi me të shky. E din të që të raket, apo? E qysh po të rëkasmë në derë në Allah Gjallahu që të në hapë derë në adurimit, të shpëtojmë nga e gërsinat e nefësit, e shejtanit, e rreziqeve të dunjas që na shkatrojnë. Pra kjo është ajo që kërkohet, kjo porule, kjo nënshtrim, kjo varfri, kjo dert, kjo gale e turkitis nder që të na hapet dera ato. Asu ka qenë pejgamberi Allahu xhallahu ala. Dhe nuk na e ofron këtë varfri asgjë për se nëse e njeh Allahu xhallahu ala. E kupton sa ke nevojë për të. E kupton se sa i varfër për të. Ana kjo ka qenë Nuhi alayhis salam. Çfarë ka bërë? Gjithashtu Ibrahim alayhis salam. Baba i tauhidit, baba i pejgamberëve. Dijen qëndrimet e tij. Dijen çfarë ka bërë Ibrahim alayhis salam. Sakrificët e tij çfarë ka bërë? Edhe në braktisjen e familjes, edhe në zbatimin e unit për therrën e djalit të tij, edhe në gjitha këto. Në fund, shikoni çfarë thot sura Shuara, në ajetin 78-82. Çfarë thot Ibrahim alayhis salam? Thot, kur thot për Zotin e tij, kush është Zoti i tij? Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Ai më ka krijuar dhe ai din kamerone, ai më ka kriju. Pastaj thot,
walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Ai më jep me hongër dhe me pi, veç pi ti e kam. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Edhe kur të smuhem unë, ai më shëron. S'ka thënë kur të më smun ai. Ja për smunja pi Allah xhallahu ala kanë kuron smuna. Apo mas yor smuja e kanë gjitë vetes vet edukat me Allah xhallahu ala. Kur të smurem, ai më shëron. Ka thënë walladhi yumituni thumma yuhyin. Ai është që mbas sjell vdekjen dhe pastaj më ringjall. Walladhi atma'u, subhanallah. Ka thënë ai është që shpresoj kam më që mi fal mëkatet ditën e gjykimit atë. Walladhi atma'u. Tama është lakmi. Shumë kisha pas qef, thot Ibrahim. Lakmaj, atma, kam tama është lakmi. Lakmaj, shumë kam qef, që ajt mi falë mëkatet ditë në gjykimit. Që kjo që ja përullje, që kjo që ja thyrje. Andaj sikur se, ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, duke përcjell nga plot për selefi, se kanë thënë, kam shku të këfilën dera e adhurimit, kam gjithë plët kalablak. E të filën dera e adhurimit plët kalablak. E kështu kam gjithë njerë shumë të kjo derë. Apo, mirë për të tek një derë, nuk ishte pas shumë njerëz. Aja është dera e parullës dhe e nënqmimit dhe përbuzës për Allah Gjellera. Aty s'ka kalablak. S'ka shumë njerëz që të thejën për Allah Gjellera. Andaj edhe për fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila ka qenë aja që ndoshta mund ta përdorim dhe përzjedhim për ta shfaqur këtë njohje praktike të Allahu xhallahu ala për t'ju thyer dhe gjynzuar për ati. Çfarë ka thënë në dhikrën e sabahit të akşamit? Allahumma anta rabbi. Apo ka bodon la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ka thon Allahumma anta rabbi. Allahu jam, ti je Zoti jam, ti je kujdestari jam, ti je ai që më ke dorë. Nuk ka kush që meriton të adhurohet post teje. Apo ti më ke krijuar dhe unë jam robët. Shikoj këtu për ulje. Këtu thyrje, këtë hyrje të mrekullueshme në dua. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. Unë po mundohem sa po kam mundësi, apo ti përmbahem premtimit dhe marrëveshjes që kam bërë me ty. Po mundona, apo po përpjekna, që nuk kupton ka mangësi, nuk ka sigurisht të meriton. Ama unë po përpjekën. Pastaj a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kërkoj që të më ruash nga pasojat e këqija të asaj që unë e kam vepruar. Kemi thënë nuk ka veç me bëjë gjuna, po dhe mungesa e kualitetit o shërë që e ke bëjë t'japëtën, është dosh me konë më mirë. Pastaj, abu'u laka bi ni'matika alayya. I pranoj tërësisht begatit e tua ndaj meje, wa abu'u bi dhanbi, dhe i pranoj mëkatet e mia që i kam bërë atij. Andaj o Zot më fal, nga se nuk i fal mëkat askush pas teje. A është që kjo çaja tauhidi dhe emri që thamë më herët, që kjo është. Kush e sheh, ka so fjalë thotë atë. Andaj ka thënë pejgamberi sa kush e thot këtë dua në mbrëmje dhe vdes, dihet përfundimi i tij atë. Edhe thot mëngjes dhe vdes gjatë ditës, dihet përfundimi i tij atë. Është falja mëkateve hyra në xhenet. Ama kur thuhet kjo? Kur thuhet me atë kuptim, me atë përgjërim, me atë nënshtrim dhe Allah xhallahu ala, me atë njohje, me atë pamje, kur thuhet, por jo fjalë goje me thonë si dua që kem supermendsh. Dhe ne kërkojmë që njohjen ndaj Allahut të jetë njohje kualitative, që zbërthehet praktikisht në duat tona kur i themi ndaj Allahut azza xal, në lutjet tona, në namazin tonë, në kërkimin tonë ndaj Allahut te bareka o taala, që ta njohim këtë Zot, që ta adhurojmë më mirë, ta dojmë më tepër, të nështrojmë më shumë, e kështu me radhë nga ato që i sill njohja ndaj Allahut te bareka o taala. Kjo është ajo që ka të bëjë me emrin e Allahut el-Wahidul Ahad. Edhe me këtë emër i dho fund kësaj serie, duke lutur Allahun xhallahu ala që na i pranon ato që kemi punuar dhe kemi dëgjuar deri më tani, dhe lutem Allahun xhallahu ala që përfundimi jon të jetë përfundim i adhurimit ndaj Allahut azza xal. Dhe lutem Allahun xhallahu ala që njohja ndaj Allahut na mundson që të jemi të porulur, dhe ta ndijmë varfërinë dhe varësinë dhe nevojën që kemi ndaj Allahut te bareke ve taala.
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.